Në një kohë kur rrjetet sociale janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë, gjithnjë më shumë figura publike e përdorin këtë hapësirë për të ndarë mesazhe me ndikim, për të reklamuar bizneset e ndryshme, madje edhe për të komunikuar me ndjekësit. Një ndërta është Arsim Idrizi, i njohur ndryshe si Njeriu i Sharit, bashkë me bashkëshortën e tij Emira Idrizi, të cilët ndajnë të njëjtin mision, duke sjellë një qasje bashkëkohore, fetare e bile-bile në të shumtën e rasteve edhe argëtuese. Sot me ta, përveç se do flasim për këto tema, ne do mësojmë edhe historinë e njohjes së tyre, muajin e Ramazanit dhe festën e Fitër Bajramit. Përshëndetje dhe mirë se më erdhët. Përshëndetje, Aida. Është shumë kënaqësi t'ju kem së bashku. Shumë valla. Për ne beso se na ka mungu më të vëja, sa është ma në fund kemi ardhë shqyqirë. I kemi hetë skejt, i kemi hetë. Është dashur ta nisni me neve, a? Po ma shno, është ma për hatër kemi ardhë. Për Bajrame, di se hatri Bajramit ma se... E kom përzgjev ditën më të mirë, a? E gëzofshje në Bajramin, inshallah. E bat, si e banat muzikën, ta shë gëzofshi Bajramin e hangshi Bërjanin. Sa po e përmendëm Birionin, Orizin, pak më herët me dietologën. Ne bile e bam një video, po se kemi lancohë, ende nuk ishe zi Bërjani. Se ne kishe gjudit të ba TikTok e mira ka harahën e buk të bëje, po ma. O, zotë, janë nisi nga fillimi, pret Arsim. E mira përshëndetje dhe mirë se më erdhe. Mirë se ju gjetëm, e gëzofshi Bajramin. Faleminderit shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi në këtë ditë të veçantë. Edhe për ne. Atëherë, tani më, ju publikisht njiheni dhe jeni bërë një çift i njohur nëpërmjet rrjeteve sociale, duke, ashtu siç e thash edhe në fillim, duke ndarë mesazhe inkurajuese, fetare, por edhe në të shumtën e rasteve edhe argëtuese. Do doja të nis me Arsimin, më fal Emira, për të kuptuar nofkën Njeriu i Sharit, sepse të gjithë e njohim si Njeriu i Sharit, por nuk e dim se nga historia e Njeriu të Sharit. Fillimisht, kur e kom nis këtë si iniciativ, kom mendu diçka tjese si koncept. Mos kese diçka që do t'jese private me mo, lindën me mo dhe vdes me mo, por që të jetoje ende ma gjatë. Edhe gjestet që do t'i bëj unë, mos më identifikojnë mo si Arsim, po ta identifikojnë konceptin e banorëve të Njeriu të Sharit. Dhe ka shkoj për shembull në për emisionet të këtilla, foli diçka edhe në fund thamë, ki nuk o mendimi jem. Kështu veprojnë njerëzit në Sharë. Për shembull, nëse ne do bëjmë sarkazëm, nëse do bëjmë komedi tash në emision, edhe në fund të ditës, për shembull, kur dhe e përfundojmë, thamë, me të vërtet, to pjesërisht janë mendimet e meja si Arsim, dhe pjesa tjetër është si Njeriu i Sharit, se që ashtu veprojnë njerëzit të ne. Dhe unë kam dësht të bëj diçka që ftyrën e vërtet të njerëzve tanë ta nxjerri në ekran. Për shembull, ne supozojmë Aidën e njohëm si person shumë e keqe, ka ba shumë të këqija, dhe kur të dalim në ekran do folim vetëm mirë, vetëm do buzëqeshim. Po në realitet Aida është dikush tjetër. Dhe ne, po që se nxjerrëm fytyrën e vërtetë të Aidës, mos e marrë. Po ne çashtu jemi. Edhe neve, për shembull, as ju vjen marrë ju që dilni në internet, shqybojni video në TikTok ose video të ndryshme. Po pse, po ne çashtu jemi gjithë ditën. Po pra. Për një sekond. Ju e prezentoni originalitetin e personaliteteve në Tetov, për shembull, në Alt Poshtë Tetov Shkup, që ati jemi gostivar. Ne jemi në kamerë, çka jemi në jetën e realt. Vetëm ata e shfaqim. Dhe e bëjmë në mënyrë sefte imi kritiku për gjohën, për shembull. E ju kujtohet ai personi prej Tetove që doli në televizion, tha, ne kanë pre, tha, pillin. Jo me y, po kupton, ta lese pillin tonë, tha, për në pillin e dërzhavës, ta e kam pre. Thaj mal, thaj zabel, thaj drunat i kam pre, nuk o marë, edhe ne kemi ba ata, veçanërisht unë e mira man pak qëndrim në gjohën letrare, po unë hiq nuk e kam shku edhe në Kosovë. Po prandaj e pranuar kështu, deri tek publiku, unë mendoj që originaliteti. Ma i sinqert, po, valla, ma i sinqert. Emira, ishte dita e Bajramit dje. Më thuaj se si kaluat familjarisht dhe cila është ajo tradita e veçantë që e keni ju familja Idrizi në festën e Bajramit? E kemi zanat gjishën, mos e theri. Se a i dhna gjishja. Prit. Do ja urojmë Bajramin live. Gjishë.
E gëzovsh Bajramin gjishe, më falë gjithë të këmë thajë Po, djerë. ama ishe ti të gjyshja. S'kesh. Tradita e personave që janë të fshati arsimit nuk shkojnë të gjyshet për Nuk Bajramin. shkojnë, a? Kjo tradit më e gjërë që nga se edhe të fshati buritim nuk shkojnë. Po, gjishe jam e thav me torte si të mvesh. Mos ndoshta nuk u kondet. Gjishe jam e thav me torte si të mvesh, ta për ndreshe muhaj, dhe gjejshe mshe. Po mirë dhe ja ti më reklamon torte, ja kush. Po i ka pa torte, që i kimi reklama, tha të mbish torte. Si shë qelë gje dujani për atë. Gjishe e gëzovsh Bajramin e në njëhe, po shtaj mund. Faleminderit. Tradita tona për Bajram, si të gjithë, njerë në mëngjes zgjohemi, edhe pse arsimi shkon shumë herët, zgjohemi, përgatisim saballëkun e Bajramit, ose orizin, birjanin këto. Po, dhe me thënë e keni traditë që të hani sillën e Bajramit, si që njëhet silla e Bajramit. Silla e Bajramit, dhe me thënë nuk e kemi lënë për dreke, për darkë. Drejt momentin kur vjen arsimi nga xhamia. Po, atëherë... Tryeza gati. Edhe pastaj vazhdojmë me vizitat familjarve, këtë ratë arsimi ka qenë bashkë me vajzat në familje. Se e ka probleme edhe në për familje. Më shumë vizitove apo të vizituan arsim? Ma shumë kemi vizita. Shkak i vajzave, se kishin qef, po bajaldisen e në ato kur shkojnë. 4 shpeja, 5 e në të tajde të shkojnë. Unë e kam si qëllim jo në momentin se si do jenë, po momentin se të njoftohen me familjarët. Është feste Bajramit, të cilën ata janë vajza, faktikisht kur do të rritë ndoshta nuk do ju bjerë të shkojnë, po tash ta janë të vogla, të dinë se kënde kemi familje, të dinë familjarët e babit ose të mamit. Të paktën në festa që të shihemi më tepër me farefisi dhe jo me të afërmi. Ama kjo teori, kjo ka met teorien, ka met ma klasike. Shtahin është e kundërta e kësaj, ç'kët mundohem ta bëjna për një të kamerave, si njeriu i sharit shtahi foli. Nuk si arsi. Shumë ne mërzitën kur shkëm të kundin, 5 të në shpaje, në unë thash, ma do shke shpaj, ju lodha. Vejnë për shembull tu fjetë, unë sa ku marrë të pijamaje, dolla të heci qërteti, u bosa ati një, morat fini pak të pushoj, kjo thët vejnë misafir, unë thëmë, gjivejnë. Se vejnë, se unë e du të praj, pak se ju më lodhë. Kupton, më thonë, ne i kemi ndrysho ato traditat. Në krasi me prindrit tanë, po si, qëllimi në teori, me praktikën, që një rast konkret si njeriu i sharit, pse, edhe qka, që qëtë mundohem të kalzoj unë, i mbi mërzit ma të shku të këti tje. S'kimi qif, ose shkëm misafir dhe kundi, për shembull, fëmijët tonë, se na vejnë mare mo para kamerave, po shkëm fëmijët heci në salon, misa ato familjarët mos e dhe presh një lullën, mos e dhe thini derën fëmijëve, edhe në atë moment është po hajde shke shpej, mos shkoj asë. Unë e kundërshtoj arsimin në këtë rast. Letë flasin. Ama teori po, ama në praktik. Një ditë Bajrami është, nuk është nesër, mbas nesër nuk do të vijë askush. Sigurisht, dhe atë ditë duhet të bëjmë gjithë për njëri tjetrin, të paktën ato ditë. Duhet të shkojmë, duhet të vejnë njerës, kene ka konë vetëm një. Ditë Bajrami, gjë vetëm 1.000 që ka ka. A kupton? Që nuk është e pranuashme. Që të thomë, në teori, po, të shkojmë të njefemi, të vine, ku e di une, shëmbull... Edhe vërtisht traditave familjare. Ama, vdes kada. Kada, ba, gjithë gjanë jetë histori, jetë klasike. Për shembull, në disa fshatra të Tetovës, nga persona që njofun, është tradit që burrat të shkojnë të presin Bajramin para shtëpis, vetëm i përshëndet familjarët dhe kaq. Ndërsa në familjen time vinë në shtëpi mbrenda, dhe me thënë edhe në familjen e bashkëshortit, vinë misafirët, hynë mbrenda. Ama gjë është punë, me të vërtet, edhe në generata e babit tem, generata e minë gjallarëve të mej, për shembull gjënë matë mëdhoj, me po karike para shpaje, si hinjet mrenda, që atë e thët dëhun gjëna pak, frek. Edish, a zbeh, ma ajo ndjenja e të shkumës të këti tje. Nëse vënë së dëkushit e ne, ose ne shkem dëkundi, quditët i zoti shpajes. Po pëse ka artha i? Palajmëru.
Po, në me lajmërabe nuk ku e gjetë be bashkësët vaja, Aida? A pse me ndonë Arsim që ka ndryshur këto... Gratë, i ka im fajët. Jo. Kategorikisht unë e kundërshtoj Arsimin, në këtë aspekt Arsimi është më i... Sa ka arte mira se do më kalabalekin, ka thënë. Po pse bre? Pse? Pse nga momenti që e pash nuk vrejë? Jo. Këtë e kundërshtoj se Arsimi nuk ka qenë prezent as pak, kur jemi martu, kur kemi bo, darsëm Arsimi ka qenë në Turqi. Të lutem, vazhdojmë, nuk e kam. Kjo pjesa nuk ka qenë Arsimi, nuk është problemi se ka fillu të ndryshohet nga gjeneratat e reja. Ka fillu të ndryshohet më tepër nga gjeneratat e vjetra se sa nga gjeneratat e reja. Edhe pse Arsimi thot gjeneratat e reja. Po ti the që s'kemi pas për iftar askon, unë një deklarat tënde në kam pa që s'kam qenë në shtëpi as një ditë, e mira. Po, ama të ne, për misafir të ne, si mjet, për shembull jo si mjet, edhe vjet, prap këto jom si njeri u i sharit, edhe pse ajo prezenton edhe mo edhe gjithë shoqëri. Fillim të ndahena kada, për nuk vajnë ma një iftar. Ne i thejrim, po e ne e bëjmë thirjen me spec për të bë fesat. Vërtisht nga një jeti jotë, valla thejrim për fesat. Mos u përzi, mos folë si njeri u i sharit në këtë aspekt. Që t'ja marim me misionin Aidës. Sa misafira ke patë si mjetë për iftar? 2 parë. Pse? Dy parë në shtëpi flasë. Në shtëpi 2 parë dhe 3 parë në restorant. Po në restorant i tej me burin tonë të ke pa gjojt për viti. Ja. Ato tjerët, hajde e bëjmë zajedniq. Për diri sa thirë në iftar. Ja, për diri sa thirë misafir për iftar. Dëkundi kuj në fmi, që te ka siti mali, pak e në fmi të kjesën kutluj, në net raj pak marahat, shpej mu kese probleme. Ngushtimi, karike s'ka, 6 karike ka stalli, ku në të ngrejnë shterën 20 vetë. Ku di honxhish? Jo, për nuk është, ajo është... Mund të ndash, Arsim? Po që qëta puna, ti ndajmë, pak sët pak nesër, Ramazonin tjetër daj ketë, hiç mu si thërë. Arsimi folën si njeri u i sharit në këtë aspekt, po unë mendoj se e ka gabim shumë, se për kundrazi, vetëm tek ne, ndoshta nuk ka ardha skushi, se fundi kur thirim, unë e vetë, kur i kam thirë prindet e mi, prej obligimeve që i ka, ama obligimet që i ka babi em ti i din edhe ato nuk thom Unë pa i ka me Arsimin që është zbehur tradita e misafirve, është zbehur, edhe unë mendoj. Për një arsye ose një tjetër është zbeh. Unë e di çfarë mendoj, nuk është të zbe, po ne kemi qenë shumë më drish, kemi qenë shumë fëmijë, sa që e kemi pas atë dëshirën. Tani kur jemi rrit kemi ardhur në atë se si kanë qenë prindët tonë. Po ama është një edhe ato e kanë pas monotoni, po që ne si fëmijë jemi kënaq me ato. Po, padyshim. Dhe kur do rritemi, themi pse nuk e ka lezetin Bajrami si e kishte atë. Po nuk e ka se prindrit tanë dhe më të vjetrit tanë, babgjyshet tanë e gjyshet tona, në fakt s'kan punuar e mira, ndërsa tani edhe gjyshet punojnë. Po. Edhe aty është dallimi dhe sigurisht që koha është më e limituar edhe për thirrje për shtypja e parë e burrave, e ne e grave, mos i dalloj. Jam shumë realist në këtë temë, për shtypja e parë është ku e gjithë bashkë sot. I bëhë qifi ma sa nditë, dhe thëse shumë i miknaqë, se e ka marë mali si calin pinesh, të kese ashto për jetime. E ka marë mali. Po monotonia, ose ajo që e bëjmë ne për ditë në punë shpej, edhe ma nuk pranon të rani, nuk pranon informacion të ri më renda asaj dite. Dvaj dhe kush, për shembull, unë kur thëtë se dvaj dhe kushi, gjithë dhe i bëj muhabet. Gjithë i bëj muhabet. Ti thamë une, ti kalzim muhabet, gjybëm ne video, TikTok, të ka halal, ju të kofta, dëhinje ke komente, do të të ofendoje. Se e në te sa glam ke bande një pyetje për komente. Sa po desha të lidhem në fillimet tuaja, po e di që fillimisht ti ke dalë si njeri u i sharit, pastaj është bashkan gjitër e mira. Po, mua më intereson se si e kanë mirëpritur më pas e miran, kjo më intereson. Cilat kanë qenë e mira ato komentet që ke marrë më tepër? Në fillim kanë qenë komentet shumë negative, pse me mbule, se para, pse e dyta profesionin teologe, pse dalish në këtë
po pastaj ne jemi mësu, ndoshta vazhdojnë me të njëjtat ide ato, po ne jemi mësu. Mirë, komentet nuk ndalën, tani qoftë nëse paraqitesh mirë apo dhe nëse paraqitesh keq, prapë se prapë komentet do kesh, kështu që... Kështu është filozofia e kësaj punës që e bëjmë ne. Ka një çmim të qenurit në qendër të vëmendjes, të qenurit për shembull si callën hekur, shkon do kundi, wow, au, kush ka ardhur, muleni si re ta bëjmë. Ka një çmim, dhe çmimi janë komentet. Dhe ka një lloj komenti, diska, nuk ka koment të mirë e në të keq. Po cili është ai një? Ka vetëm koment. Cili është ai? A kuptesh që jam të thënë? Po, ama... Vetëm koment ka. E kuptoj. Unë kum qel di profile fake, ta shoj vitin tem, të bëj komente negative në TikTok. Për fat keq. Po se mu shifës është ka një zinxhir në të cilin ajo është zinxhiri ushqimor ose zinxhiri material. Që për shembull neve na intereson ketëve që ajo. E tash mu më intereson shikueshmëri, se klientit tem i intereson shikueshmëri, se ai don të shese. Është biznisi, janë audienca, jam unë gjinxhes këto di. Mu nuk më intereson për audiencën që komenton, por më duhet të komentoje. Po, sigurisht. Për atë e bën. Këti i intereson të shese. Ne komentuesit i kemi blerës potencial. Një ditë, gjithkush mora e ka të bleje për meje. Mora e ka, se unë e prezentoj në mënyrën më të forte, në më të sinqertë, komba çuditëra komba deri tani me skenaret që i komba për marketing për firmat. Dhe këti nuk i intereson mu a më shajnë, a nuk më shajnë. As pak, bile. A mdojnë, a së mdojnë. Po, unë jam pi VIP-ve, jam ma i betshmi. Pse tu ashtu? Se jam realist në këtë, nuk ka mund dhe një shtatë dhe një se. Ama nuk është e rëndësishme, vetëm pamja. Po nuk më intereson nuk është e rëndësishme për të reklamuar diçka, unë mendoj ashtu. Vërtet nuk është e rëndësishme. E kam parasysh, po hiq së më intereson. Hiq. Shembull te kishe qitë dje par gjeni video 50 kilo. 50 kilogram te. Unë i kam 70, jam 1,50. Më thonë, këti deformau më të ratë. Abe, hiq nuk më intereson fare. Shembull se... E dini cilat ishin ato komentet nga ato kilogram të mija? Të gjitha komentet ishin si e mban ti këtë vitë të trupit, dërsa e kundërta e kësaj ishte që unë isha gëzu që kisha shtu 1 kilogram pesh. Unë e thash sa gramin e te i e 1,60 maksimum, me ato kilogram. Po, në atë moment kur te e kështë qitë 50 sa kilogram ke, automatikisht mu më erdhen 5 ide për 5 produkte. Një për të ntrash, një për të nishtar. Sa kreativ është. Një për të ntrash, për shembull që unë... A kuptuesh, nuk është se më interesojnë komentet e llojit, po më duhet kese sa ma shumë komente. Nëse një video nuk merë komente, unë mërzitëm. E në tash gjikon ba, se nuk e vërtet kjo, bëjmë shaka, bëjmë e kalëzhe alis formën e njeri u të sharit. Po, nëse s'ka komente, unë dë detirohëm të qeli një di account e fake, ta shaj vitin tem. Pse? Se njerëzit dëhin dhe shofën atë, jo arsimin si në formë, ta shofëm kush e ka shajt, si e ka shajt. Kur dalë në kafe une, shokët e meja, di që më thajnë, po mo janë mërzite në ato, mo së më thajnë, janë më cajnë në ato. Thajnë, po e gjithë tha, njani. Po kjo është ajo që dhem më tepër. Ajo që dhem më tepër është ato që komentojnë me emrat e vërtet, se pastaj kur takohesh me ta, ndjehesh në një formë, nuk ndjehesh mirë, a faktikisht i kur takohesh si mësi, silen si kur duan shumë. Në paraqitjet tuaja, qoftë me mesazhe fetare që jepni, qoftë me reklama, bizneset ndryshme, si ju mirëpret më së miri publiku? E keni vrejtur se cila është forma më e mire paraqitjes suaj? Forma më e mirë ose rezultati është kur blendi ku shipinesh, ajo është forma më e mirë e mundshme. Mendoni prej reklamave? Po, si, ajo është qëllimi kryesor. Shif, nëse edhe ne do të kishim marrë pjesë në një film, përveç filmave të Hollywoodit, foli për filma që i nëshizohen këto kene, në Shqipni, Kosovë, Maqedoni. Unë jam të punau më shumë se këtë televizijat, gjajti.
me më të vojën së më shtenjë, ama sa të tjera... Ne jemi televizion publik, I kemi të ndaluar arëpsisht reklamat. Edhe gjitha të skenare që I bëjë, se si cili biznis e do në skenarin e vetë, se për ata e pagon. Edhe ta shumë e kom mësa, e në shpirtin e bizneseve e kom mësa, I di ma cëli biznese si merë frajnë. Se për shumë nëse vëjnë Aida Bao, për shumë, ose Sweet Cake Aida, shumë, supozem, një biznis. Edhe vjen të unë, thëtë reklamom se jam me I miri, a këndi e paren ma pak se aj që është që para këti e ka paguj të njëjtën. Edhe ta shumë e thomë, të duhet të më paguj shmu qkaq, sa lipi unë, plus edhe një ekstra. Bakshish. Se unë taj duhet të qes ftajrën tënde në shoqëri. Dhe shoqëria gjithë ditën miret me njeri unë e sharit. Gjithë ditën. Shumull, hinë TikTok atë, hinë Instagram, hinë qelë sodoperin atë, hinë më një dhomë tjetër. Gjithmonë mrenda ditës. Dhe rezultati më I majrë, publiku se si e pret, neve ajo në kalzon kur blen pinesht dhe njëse. Ose për shembull në numra, neve në dohen numra, në dohet kuantiteti, jo kualiteti. Ajo që më pëlqen arsim më shumë të ju, se gjdo reklam apo gjdo biznes e bëni në mënyrë të ndryshme, me skenar të ndryshëm. Dhe ajo më ka ranë sy, dhe me thënë. Ne nuk prezentojna. Shumull, ne me Emirën nuk dalëm të bëjna që jemi sot të biznesi X dhe ki shep Pampersa, Pelena. Ju e bëni në formë komike, por edhe... Se dhja e ke pa atë videon, ajo më ka dhemt ajo se bepi cenzurës, se ne e bam të ajo video se janë Pampersa që kanë 7+, edhe javum shenjën 7+, cenzura e ka rokë si kur nuk është për fëmi, dhe ka bloko ato, ajo më dhem shumë. Cila video ka marrë më shumë të views dhe pëlqime? Ma shumë ka marrë videoja e një, është gjishja e shokit tem, prej Turqije, që e ka ba një buk në mënyrë tradicionale, pastër buk brum, dhe e ka mbështjel me gazeta. është 9 sekonda videoja. E kam bështjel me gazeta dhe e nëzjerën prej zarmi. Edhe e pash, a I shoki jam I Turqis, jeton në Gjermani, gjishën e ka në Turqi. Dhe e kishtë nëzjerë në WhatsApp në status, ta shqoma që këtë gjishën, ta qesë unë në TikTok. Kur e kam nëzjerë unë për një afë, ose di ka marë 4 milion shikime. Wow. Edhe I thamë aty Samet e këqujnë, thash, o Samet, gjishje jote zjarë, ka dhesë. Mendon ka jo Qoma edhe ta shof, thash, o budal, gjishje jote, te ma qove video në mo. Tha, qoma ta shof, numrat e ndryshojnë në gjishën. E kupton. E mira si mjetë ka ba gjatë Ramazanit ka shpërndajt mesazhe Ramazani. Për si cilën dit edhe ka shpërndajt nga një mesazh Ramazani, por edhe ati ka disa sekrete se numrat shkojnë duke u zbeh, arsyeja është duhet edhe TikTok edhe çdo algoritëm don që të jesësh në rrethana të ndryshme, personazhe të ndryshme, pamje të ndryshme. Dhe ne kemi kuadrin tonë në shtëpi, ajo u bë e njëjta non stop dhe nuk merr aq shumë pritshmëri sa kemi na duhet. E mira që duhet ta bëje, duhet të dalë në mes të shoqërisë. Qendër, në praktik, në teren, duhet që të ndryshoje prapaskena. Sa është e rëndësishme, Emira, për ju që mesazhi I fesë të përcillet në një formë moderne, ashtu si që bëni ju nëpërmjet rrjeteve sociale? Besoj se në kohët e sotit është shumë e rëndësishme nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale, këtyre sendeve, se është si thamë edhe më herët që zbeq çdo gjë edhe ardha në xhami. Për shembull, ne gjatë Ramazanit kemi pas ligjërata 2 herë në javë, po edhe ardha në xhami e gjinisë femrore është zbeh shkaku se apo ne I ngjojmë më krejt I kemi në Facebook, I kemi në YouTube, I kemi ande edhe shumë pak. Do të thënë, shumë më tepër mund të depërtosh në shoqëri, të japësh mesazhe në shoqëri duke I bërë në mënyrë moderne në rrjete sociale se sa ti jesh ti mbledhish diku. Edhe pse ajo, të themi në aspektin fetar, vlera është shumë më e madhe kur mblidhesh në xhami, kur mblidhesh diku, po përsëri njerëzit e shoqërojnë veten me atë se ne jemi tani, I kemi gjithë, kemi telefonin, na shoqëron telefoni çdo kund, edhe kemi shumë më të lehtë të ndëgjojmë
mesazhe fetare nëpërmjet telefonit se sa të shkojmë deri në xhami. Shumë e vërtet. Më thuaj Arsim, sa kohë zgjat nga momenti i skenarit të një reklame, realizimi, ngjizimi, publikimi, edhe ka kohë të caktuar kur i publikon, edhe ka minutazh ose sekonda të caktuar dhe nëse e din se nëse është më e shkurt, po supozoj videoja mund të shihet më shumë ose më e gjatë? Janë ato sekretet mediatike, që nuk janë tonat, janë, kur thomë sekret, janë që asne nuk i din ndonjëherë. Po, qëllime që duhet të hulumtohen gjithmonë. Sa i përket minutazhës, maj 90 sekonda s'bëj. 89 sekonda është ajo maksimum që bëj për ta përçuar një mesazh. Nuk e shikon më shumë ato askushi. Sa i përket realizimit, nuk e parapëlqej që të ulem edhe të meditoj për skenare, për biznise të ndryshme edhe t'i shkruaj ato. Thjesht bëj freestyle. Thuje temën, unë qëta është ta bëj një skenar, edhe... Po problemi është se pastaj... Problemi është se pastaj unë nuk e di ideen se çfarë do të bëj edhe kur e marrim reklamën unë nuk e di çfarë duhet të bëj. Përçimi i idesë është shumë vështirë. Mirë, ama besoj që tani më e kuptoni njëri tjetrin me anë të syve, a? Emira është e vështirë. Emira e ka zamet të improvizoj, unë improvizoj shumë. Emira e ka zamet të improvizoj. Hafsa është tash që... Po vajza. Po ka dalë... Një sukses ka të Hafsa. Zhvillimi ma i madh, përparimi ma i madh që e ka ba, është se absolutisht fare nuk e ka gajle se janë 50 veta të e shiku ato të e ba një video. Pa, e din sa jo është më rëndësishmja. Kjo është që e ka thy komplet kompleksin. Ka lind pa komplekse. Brava. Edhe kjo më pëlqen se tash të Hafsa duhet, nëse zhvillohet ai drejtim, nuk ka limit çka mund të arrije. Veçanërisht po ku do kete komplekse, babën pa komplekse. Veçanërisht mu çka më pëlqen, nëse janë një grua e në një borë, një vajzë edhe një djalë, si një mashkull, një femër, të ditë të njëjtës kategori. Nëse janë të ditë të njëjtës ambicje, për vajzat s'ka limit. Definitivist. Definitivisht. Nëse një vajzë, një femër ka ambicje, s'ka kur zhjenale. Dhe nëse ka gjithmonë për krajin e prindërve, kuptohet? Në rregull është ajo, tamam, nuk foli për ato tjerat. Një vajzë e mençme, me ambicje, po, s'ka limit që mund të analja ato. Mund të bëhet edhe president e shteti. Ka një thënie në një film, thëtë, çdo vajzë është artiste. Pak janë të mençme ata të cilët mund të fitojnë pare për asaj. Kupton? Çdo vajzë lindën artiste. Po ka disa të veçanta që i din të shfrytëzojnë ato për të fituar. Po, shumë e vërtet. Cili është sekreti i harmonisë suaj si çift? Si në jetën personale, ashtu edhe në misionin që kemi. Si na thënë, kemi qejf me ndejt me ju pra pas kenat kur i bëj një video, se në video duke Edhe unë po kam qef. Po pres ta mbaroj emisionin. Ishim të e ba videon e njënit prej bizneseve qëtë veshje, që ishe veshje fetare, dhe unë e bona skenarin, e kisha konceptin. Videoja e parë që ja bona surpriz, e mirës që ja vlet aveturën, ajo ke në regull, okej, nuk ke do një reklam për dhe një biznes, thjesht ke një lëvizje që e ba. Dhe e thera e mirën që ja vene kurdelat ati veturës, edhe i thash të shqit mërenda unë do të therit e ka. Edhe ven, unë i thame mira, surpriz, kjo çuditët. Dhe me thonë e ke ditur ti për pjesën e veturës. Normale, ne dim, frajnë, ne duke mendu që vërtet surprizi ka ba me veturë. Vërtet është ajo, ma vërtet dul, për një ditë e kam marrë atë veturë. Edhe tash Hafsa është në prapaskejen, shumicën e rasteve në qizona jo. Edhe thët, hej, thët, po mami beja vu kurdelat ase robës, se bonua. Tash u bën surpriza numër 2, pse? Se një ide e qelluar beje përfitime. A e bëna unë surpriza numër 1 veturën, surpriza numër 2 veshje. Tash surpriza numër 3 është e hapur për në një biznes.
Po. Kupton? Dhe me këtë formë e bën thirrjen ti, ë? E pra. Edhe tash unë i thom, e mirës atë kutin me veshje, janë busha me pare. Edhe kishte diku maj 1.000 euro. A unë i thom, oj mende, 1.000 euro ti ka dhurau dëkush. 1.000 i thom. Te si e apish reagimin e 1.000 eurove. Thët, hek ti qese sabah. Unë i thom, 1.000 euro ti kumpra, të i thash, ua. Unë kisha ardhë prej pune, ishe e lodhur shumë, Ramazan, edhe asët ka interesuar ajo pjesë. Kisha shku prej pune. Oj budale, abe kush e din kuja janë pare. Prej punës shtetit, kisha shku ligjëratën në xhami, kur erdha, ki thot, ta kesh gajlën edhe 1.000 euro të artimit. Thët nuk janë të mejat. Unë i thom, mobe se duhet apish ndjenja, se shoqëria... është shumë e rëndësishme sa je original dhe sa shoqëria don vresh adrenalin. Po në këtë rast unë isha originale, nuk... Reksha, si Trumpi, 1.000 euro. Që eshbe pak ose që ditu, merë të marrë mirët frajma pak, ja, që farë surprize. Arsim, a e pranoni çdo reklam apo keni kritere? Po, normal se ka kritere, për shembull, janë ato, i kemi limitet fetare. Limitet fetare është tema e ndishme. Për shembull, ne kemi shumë biznese që mundim të zhvillohemi edhe ne bashkë me ato që na bëjnë thirrje për bashkëpunim. Se tashmë, ne vetëm se kemi mrim më një fazë ku ndonjëherë nuk pranoj pare përqindje në biznes. E marr unë marketingin e zhvilloj, edhe i marrë 5% të biznesit, edhe bëjmë me kontratë, ka edhe kështu raste, tash e kemi një biznes që bën kësaj salon bukuri, estetik. Dhe për arsye të çështjeve fetare, unë e refuzoj 50% në biznesit. Më thonë, e kam 50% në biznesit, tjesë e jemi, 50% i investitorit, por që nga kriteret në këtë rast, nga kriteret fetare, ku e di unë, flajera, filera, botoksa e vetla e hiqme gjanë, kupton, janë ato limitet fetare në marketing, edhe pse janë fitim prurse, keni kujdes. Lujmë në serial, po, lujmë edhe në për filma, edhe priftin do e kisha lujt, kupton, se për shembull nëse unë i vesh i rachet e priftit, nëse unë e bëj gjinaf, atëherë i vënë se në prifti kur t'i vesh i rachet e hoxhës të bëj e se vapë. E bukur me këto ne duhet ta përmbyllim patjetër, sepse e kemi te kaluar 1 minutazhin, por ishte shumë kënaqësi që t'ju kem, vërtet më dhat shumë atë energjinë pozitive nga mëngjesi në këtë ditë feste. Unë ju uroj shumë shëndet dhe të shtohen reklamat sa më shumë, të shtohen edhe thirrjet publike që i bëni, edhe mesazhet inkurajuese më shumë që ka këtë detyrë e mira. Ta keni shëndetin dhe të më vini herën tjetër edhe me vajzat. Faleminderit. Veç mos na thirr shumë herët. E kishte të vështira. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve.